Në Izrael promovohet libri Kosova në 100 fotografi. Në ambientet e ambasadës në Jeruzalem u zhvillua një tjetër aktivitet në kuadër të serisë së promovimeve letrare Kosova në Izrael. Në këtë rast u prezantua libri Fotografi Kosova me 100 fotografi të autorës Elona Gjata, një botim me vlera të veçanta artistike dhe dokumentare. Libri Kosova me 100 fotografi synon promovimin e trashëgimisë kulturore dhe historike të Republikës Kosovës përmes imazheve të përzgjedhura me kujdes. Ai vën në fokus ngjarje, vende dhe objekte të veçanta. Kujtesa fotografike e këtij botimi dëshmon mënyrën se si traditat, memoria historike dhe kultura janë ruajtur në dekada. Një rëndësi të veçantë gjatë aktivitetit kushtua edhe broshave artizanale punuar nga gratë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Mysafirët pranishëm ju dhuruan një brosh si shenjë respekti dhe solidariteti. Diskutimi rreth librit u moderua nga profesori Jehuda Hamovic. Gjatë mbrëmjes prezantoi gjithashtu shoqatën Kiev Kosova Israel Friendship Foundation, të cilën ka themeluar për të mbështetur forcimin e miqësisë.